Shenja 21 prej shenjave të vogla të kiametit është që nëna ta lind zonjën e saj. Nëna ta lind zonjën e saj. Edhe kjo është diçka pra interesante që duhet kuptuar si duhet, sepse shumë prej dietarëve kanë dhënë komente për këtë. Disa prej dietarëve kanë thënë se kjo është se do të përhapet Islami dhe do të ndodhë që të ketë shumë robresha në mesin e muslimanëve, shumë xharie dhe të lindin prej tyre, pra prej robreshave të lindin fëmijë muslimanëve. Kështu që ai fëmijë që lind nëse ka njërin prind të lirë, fëmia konsiderohet i lirë, nuk konsiderohet rob. Kështu që pra thonë do të ndodhë kjo që nana ta lind fëmijën që është i lirë. Mirë po Ibn Hajeri, rahimahullah, Ibn Hajeri, dietari i madh, ka komentuar Sahihun e Buhariut, thot, ky koment i këtij hadithi ka dobësi, nuk është shumë koment i fortë, sepse këto gjëra ka ndodhur që në start Islamit, ka pas lufta dhe zakonisht në lufta merren rob. Dhe janë marrë rob dhe ka ndodhur që të lindin dhe shumë prej tyre janë liruar, shumë prej tyre e kanë pranuar Islamin. Kryesorja ka pas rob, nuk ka qenë diçka pra që pritet ndodhet në të ardhmen. Mirë po thot, mendimi më i fuqishëm është se do të shtohet mos respekti i prindërve. Sa që fëmiu sillet me nënën e tij sikur ta kishte rob. Ai ke bë këto, pse se ke bë këto, i piskat, i e purdhra sikur të ishte nëna faktikisht rob i fëmijut. Dhe ky është komenti më i fuqishëm i këtij hadithi pra. Ky është komenti më i fuqishëm se do të përhapet shumë mos respektimi i prindërve. Sa që sikur fëmijët të ishin zotëri, kurse prindërit sikur të ishin në rob. Ju jep urdhra, ka raste edhe Allahu na ruajt nga një gjendje e tillë, mirë po ka raste që tregohen se edhe i kanë rrahur prindrit e tyre, Allahu na ruajt nga një gjendje e tillë.